Personat që gatuajnë me gaz duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. A e dini se gatimi me gaz mund të bëjë ajrin brenda shtëpisë tuaj deri në 5 herë më të ndotur? Ky është rezultati më i fundit i një studimi të ndërmarrë nga një grup studiuesish. Gatimi me gaz çliron shumë emëtime të dioksidit të azotit dhe monoksidit të karbonit në shtëpi, të cilët janë teje të rrezikshëm për më të veçlit. Ky hulumtim vërtetoi se fëmijët të cilët jetojnë në shtëpi ku përdoren soba me gaz kanë 42% më shumë gjasa që të vuajnë nga astma. Organizata Botërore e Shëndetësisë i konsideron pajisjet me gaz si një nga faktorët më kryesor në ekspozimin e përgjithshëm të njerëzve ndaj dioksidit të azotit. Emëtimi i dioksidit të azotit mund të jetë gjithashtu përgjegjës për përkeqësimin e sëmundjeve të tilla si sëmundjet kronike pulmonare, problemet e zemrës dhe diabeti.